Hyrja e Zhakut ka sjell jo pak dinamika dhe tensione brenda shtëpisë së Ferma VIP, duke krijuar përplasje të forta mes konkurrentëve dhe diskutime të shumta në rrjet. Që në momentin e hyrjes së saj, Zhaku e bëri të qartë se arsyeja kryesore ishte mbështetja për Mozën, me të cilën ka një miqësi prej shumë vitesh. Në klipin prezantues ajo u shpreh: "Po hyj në Ferma VIP 3 të shpëtoj Mozën. Vetëm Moza është loja, të tjerët janë skandal." Megjithatë, situata mes tyre duket se ka marrë një tjetër rrjedh vetëm pak kohë pas hyrjes në fermë. Debatet dhe thumbat mes tyre janë bërë gjithnjë e më të dukshme. Gjatë prajmit, tensioni mes dy mikeshave u vure hapur para publikut, por përplasja nuk përfundoi aty. Pas mbylljes së spektaklit, debati mes tyre vijoi edhe më i ashpër, duke nxjerrë në pah pakënaqësi dhe akuza të ndërsjella. Moza hodhi akuza për Zhakun, duke i thënë se ka një histori me ish bashkëshortin e saj. "Ne nuk kemi vetëm bashkëpunime bashk, kemi histori, kemi njohje familjare. Mu nuk kam histori me ty, unë kam vetëm bashkëpunime artistike. Ti mund mos kesh, por kam unë. Dhe ti nuk ke respekt për historinë që kemi ne. Ti mund kesh histori me bashkëshortin tim, me mua nuk ke histori. Unë nuk kam histori me bashkëshortin tënd, kam me ty. Por ti je njeri servil dhe i pa fytyrë, manipulatore ekselente. Unë do t'i jap çdo njeriu hakun."